jeni të shtrojmë tavolinën tani që të mblidhet I gjithë fisi. Siç mund të shikoni, koha nuk ishte ashtu si duhej, po binte shi, qamet, ditët që ishin në fshatë, I gjithë fisi, po çfarë të bëjmë tani? Duke ndihmuar të gjithë, e shtruan tavolinën, përgatitën sallatat, orlen që I hedhin nga lart, vaj ulliri, sallatat me domate, të gjitha këto që janë o zot, edhe siç mund të shikoni edhe kohën aty, që kishte rënë shi, edhe u aprishi pak, se s'mund të uleshin dot jashtë, po nuk ka problem fare, edhe brenda kemi vend bollëk që të ulen të gjithë njerëzit. Aty është mbledhur gjithë fisi, do me thënë shumë njerëz nga fisi dhe xhaxhallarët edhe dajillarët, edhe ishte për ditëlindjen e babit. Tonë ndaj edhe u mblodhën dhe unë nuk munda që të shkoja me që nuk isha leje nga shkolla. Kjo ishte një nga dhuratat që I bën babit, edhe I pëlqeu shumë, dhe kuptohet në fund që do ta mbyllin me një valle e shtruar, që po e heq Eva vallen, edhe unë mungoja. Ciao.